Deri më sot nuk e kemi ditur se hithra kuron një problem që prek më së shumti shqiptarët. Hithra është e njohur si Urtia dionica në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët mesjetare në Europë. Një filxhan çaj hithre ose ujë hithrave përmban vitaminën A, B, K, riboflavin, niacin, folat, karbohidrati, yndyrna dhe proteina. Ajo është gjithashtu e pasur me minerale si kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, mangani, zinku, bakri dhe magnezi. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrës duke vluar disa gjethe hithre në ujë dhe t'i shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar dhe për t'i rritur vlerat. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ja disa nga vetit ushqyese medicinale të hithrës në shëndetin tuaj sipas Healthline. Ajo parandalon formimin e gurve në veshka dhe problemet të traktit urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik natyror që lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshkat dhe fshikëzat duke parandaluar kështu formimin e gurve në veshka. Ajo mund të trajtojë infeksionet të traktit urinar, lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit, ka veti anti-inflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve gjithashtu. Lehtëson ekzema dhe problemet të tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i hithrës mund të ndihmojë në eliminimin e toksinave nga trupi dhe lehtësimin dhe irritimin e lëkurës. Parandalon dhe shëron alergjitë. Lëngu i hithrës mund të lehtësojë alergjinë që ndodh për shkak të ndryshimeve sezonale si kruajtjet, sekrecione dhe dështimat. Lëngu i hithrës është një tonik shumë i mirë për femrat. Lëngu i hithrës është i pasur me hekur që ndihmon në luftimin e anemisë. Gratë shtatzana duhet të përdorin lëngun e hithrës për të parandaluar problemet që lidhen me këtë çështje. Lëngu i hithrës është një produkt shumë i mirë edhe për tretjen. Pini lëng hithre në mënyrë që të parandaloni dispepsin të vjellat, kolitin, parazitët dhe sëmundjet e traktit tretës. Lëngu i hithrës do të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit në trup. Hithra përmban beta-sitosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër të shëndetshme. Ajo ruan strukturën e duhur të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoide si quercetin, e cila është antioksidant i shkëlqyer. Lëngu i hithrave ndihmon në mbrojtjen e ADN-s. Hithra parandalon diabetin dhe presionin të lartë të gjakut. Lëngu i hithrës do të ulë nivelet e sheqerit dhe glicemisë në gjak. Ajo është perfekte për higjienën orale. Përdorimi i lëngut të hithrës në formë gargare në mënyrë të njantshme mund të pastrojë gojën nga bakteriet të dëmshme, të cilat çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe gjithashtu në erën e keqe të gojës suaj. Përfshirja e lëngut të hithrës në dietën tuaj në mënyrë të rregullt duhet të bëhet edhe në mënyrë konstante. Por personat që kanë probleme me stomakun, gratë shtatzana dhe fëmijët duhet të konsultohen me mjekun përpara se të përdorin lëngun e hithrës si një bimë medicinale. Jo të gjithë organizmat reagojnë në mënyrë të njëjtë, prandaj në rast se jeni këta persona dhe merrni medikamente të caktuara, përpara përdorimit të saj bëni një konsult me mjekun. Në historinë popullore, hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore, për shkak të efekteve të saj pozitive në lehtësimin e disa komplikacioneve. Përdorimi i kësaj bime gjatë periudhës së pranverës dhe verës ndihmon në pastrimin e gjakut edhe te të shëmurët me anemi. Këshillohet që gjatë kësaj kohe të konsumohet sa më shpesh bima e hithrës në formë sallate ose gatuar në supë ose në byrek. Gjithashtu mund të pihen 3 gota çaj në ditë nga kjo bimë. Kjo bimë ndihmon edhe në problemet që mund të shfaqen në mëlçi edhe për prodhimin e lëngut të tëmthit. Për këtë qëllim mjekët rekomandojnë që të pini 1 gotë nga çaji i përgatitur i hithrës. Është i mirë çaji të pihet herët në mëngjes për të dhënë efektet e duhura. Një ndihmë të madhe jep hithra edhe për një sër funksionesh shumë të mira të veshkave dhe sëmundjeve të tjera reumatike dhe artriti. Për të përgatitur çaj nevojitet një lugë nga bima e thatë e grimcuar. Kjo mas hidhet në 1 gotë me ujë të nxehtë dhe lihet në qetësi për 15 minuta. Më pas kullohet dhe pihet 3 herë në ditë nga 1 gotë. Një tjetër mënyrë është edhe të lehtësojë dhimbjet e reumatizmës, që është vendosja e bimës së freskët në kontakt të drejtë për drejtë me lëkurën. Vendi i dhimbjes rrihet me bimën e freskët derisa të dallohen disa njolla të kuqe.
Një efekt të menjëhershëm do t'i jap kjo bimë edhe në rastin e diarres. Që ky problem të kalojë shpejt dhe lehtë, duhet të pini çajin e ithrës. Marrja e tij duhet të konsumohet si një masë e rëndësishme për qetësimin e gjendjes. Larja e kokës me ujin e ithrës këshillohet edhe për ata që kanë probleme me rritjen e ngadaltë të flokut. Për të pasur flok të gjatë dhe të shëndetshëm, rekomandohet larja e flokut me këtë bimë. Hithra është e njohur si një tonifikues shumë i mirë i organizmit, ajo ndihmon edhe ata që kanë probleme me kolitin dhe sëmundje të tjera të zorrës së trash. Përdoret në formën e çajit ashtu si dhe më sipër. Konsumi i përditshëm i çajit të hithrës ndihmon në rigjenerimin e qelizave të gjakut si dhe të lëkurës. Përdoret edhe në lehtësimin e problemeve të sistemit tretës dhe ato kardiovaskulare. Përfshirja e hithrës në dietën tuaj në forma të ndryshme mund t'japë rezultate fantastike për organizmin. Në Shqipëri, hithrat janë të përdorura si në gatime ashtu dhe në trajtime natyrale kundër komplikacioneve. Kjo bimë është e përdorur për shekujsh edhe për të lehtësuar simptomat alergjive, veçanërisht të shkaktuar ato nga poleni, gjithashtu edhe nga pluri. Hithrat, fal vetive të tyre diuretike, janë përdorur në trajtimin e problemeve të ndryshme të veshkave, gjithashtu edhe të infeksioneve urinare. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar lëngjet të tepërta të organizmit, duke lehtësuar kështu edhe problemet e zemrës dhe qarkullimit të dobët të gjakut. Ndaj përfshirja e saj në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje fantastike për mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi. Së fundmi, një studim i kryer në Universitetin e Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të përdoret gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të artritit. Persona të përfshirë në studim vunëre se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e kockave u qetësuan ndjeshëm. Gjithashtu ata vunëre se dhimbja ishte më e pakët gjatë gjithë trajtimit një javor, dhe hithra mund të cilësohet gjithashtu si një zgjidhje mirë lehtësuese. Por përse funksionon hithra kundër dhimbjeve të artritit? Sipas të dhënave të mbledhura, vendosja e hithrës në dietën tuaj sipas studimeve tek personat që vuajnë nga artriti i qetëson ato dhe lehtëson problemet e shëndetit. Substanca si serotonina dhe histamina janë neurotransmetuesit të cilët dërgojnë gjithashtu sinjale në tru që lehtësojnë edhe dhimbjet. Nga ana tjetër, kur hithra konsumohet në formën e lëngut të shtrydhur ose të çajit, u vure se arriti të pakësonte acidin urik. Ky acid mund të jetë gjithashtu edhe një ndikues në shëndetin tuaj. Por si ta konsumoni hithrën për të lehtësuar dhimbjet që shkakton artriti reumatoid? Metoda e parë e trajtimit është që ta aplikohet direkt në zonën ku keni dhimbje të forta, pasta me gjethet e hithrave të shtypura. Pra mjafton të shtypni në mikser gjethet të njoma të hithrave me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku keni dhimbje. E mbani për 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni me një letër dhe më pas e shplani mirë. Nëse nuk e duroni dot djegjen karakteristike të hithrave ose shikoni që lëkura juaj reagon keq, mund të provoni metoda të tjera. Kjo është një metodë lehtësuese kundër shqetësimit sa herë që e keni të vështirë të merrni trajtimin e specializuar. Hithra është një bimë e pasur me lëndë ushqyese si vitamina A, vitamina C, vitamina K, gjithashtu edhe kompleksi vitaminave B. Ajo përmban minerale të tilla si ekuri, kalciumi, magnezi dhe kaliumi. Pikërisht për shkak të bollëkut dhe vitaminave dhe mineraleve, hithra është një numër në rritje për imunitetin, përmirësimin e numrit të elementëve të gjakut, shëndetit të kockave dhe rritjen e energjisë trupore. Hithra është gjithashtu e njohur për efektet e saj anti-inflamatore që bëjnë atë të dobishme në artrit, në sëmundje të tjera inflamatore dhe është dëshmuar të jetë jashtëzakonisht efektive në luftën kundër alergjive. Gjithashtu ndihmon në detoksifikimin e trupit, mbështet shëndetin e mëlçisë dhe përmirëson edhe funksionet tuaja të veshkave. Përdorimet e saj në mënyrë të rregullt për të përfshirë në dietën tuaj duhet të jenë edhe brenda dozave të rregullta, por nëse merrni medikamente dhe vuani nga komplikacione të caktuara përpara përdorimit, konsultohuni me mjekun për të evituar kundërveprimet. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.